Rasti i ndalimit të avokatit Ulian Bajrami ka shkaktuar një valë shqetësimesh në komunitetin e profesionistëve të drejtësisë. Bajrami u arrestua të shtunën nga policia gjyqësore e Elbasanit me akuzën se kishte kërcënuar prokurorin Gjergj Ceka gjatë një seance gjyqësore, por vetë avokati ka pohuar se në të vërtetë ai u kundërshtua nga prokurori pasi i kundërshtoi provat e paraqitura. Kreu i dhomës kombëtare të avokatisë, Max Haxhia, e ka cilësuar ndalimin si një kulm të frymës së paprecedent, ku palambrojtëse nuk trajtohet si e barabartë në proces. Ai kritikoi organet e reja të drejtësisë, duke përfshirë Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë për mungesë reagimi ndaj rasteve të tilla dhe për plogështi në funksionimin e sistemit. Haxhia paralajmëroi se nëse një ngjarje e ngjashme përsëritet, avokatët do të vendosen të bojkotojnë proceset gjyqësore jo për një ditë apo javë, po për muaj, duke treguar seriozitetin e reagimit të tyre. Sipas tij, Kuba është mbushur dhe po që se do të ketë raste të tilla, ju garantojmë se do të abandonojmë të gjitha proceset për muaj. Ky incident ka nxjerrë në pa tensione në sistemin e drejtësisë shqiptare dhe ka vënë në qendër të vëmendjes barazinë e palëve në procesin gjyqësor, duke nxitur debate mbi rolin e prokurorëve dhe respektimin e të drejtave të avokatëve.